Fjala e fundit për protestën e sotshme është le të na mbajnë që mos na qajnë. Jo, përgjigje nuk kemi ende, presim, prandaj përsëri sot kemi ardhur protesta. Presim diçka tre, po sa e shohim nuk ka asgjë tre. Vendin e punës ne nuk e lëm, por protestat nuk i ndalim. Dhe me thonë të vazhdojmë me protesta, derisa të kena një përgjigje paktën të dim se ne nga qkojnë. Po, besoj që do marrim, prandaj bëjmë ne që tash këtë. Do ndërmarrim diçka për më te. Do kalojmë, mendojmë, do kujtojmë dhe do kalojmë në Ministri i Qëndetësisë. Derisa të shohim ndonjë zgjidhje për nga ana drejtorit apo nga ana e ministrit apo. Mbas informacioneve jeni diku 140. Po. Këtu shohim veç 20-30. A ka kërcënime që të dilet? Besoj që ka. Dita e sotme, po. E vërteton. E vërteton se. Për nga vinë. Po, ajo dihet për nga vinë. A janë ankuar kolegat e juaj, atë ju se ka kërcënime? Disa po, kemi. Që me të lidhen? Po, kemi të kërcënuar, po.